Gjykata kushtetuese ka shpallur vendimin në lidhje me kërkesën e Erjon Veliaj. Bëhet fjalë për pranim të plotë të kërkesës së Veliajt, pra praktikisht kthimin e tij në detyrë. Sipas gjykatës kushtetuese, Veliaj rikthehet në postin e kryebashkiakut të Tiranës, duke rrëzuar vendimin e marrë nga qeveria për shkarkimin e tij nga detyra. Njëkohësisht shfuqizohet dhe dekreti i presidentit Bajram Begaj për zgjedhjet e pjesshme bashkiake në Tiranë. Raportohet se anëtarët e gjykatës kushtetuese votuan 5 pro Veliajt dhe 3 kundër. Kujtojmë se Erjon Veliaj kërkoi rrëzimin e shfuqizimit të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 539, datë 25/9/2025, për shkarkimin nga detyrat të kryetarit të Bashkisë Tiranës zotit Erjon Veliaj si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, si dhe rrëzimin e dekretit të presidentit Bajram Begaj që dekretoi datën 9 nëntor për mbajtjen e zgjedhjeve të pjesshme lokale dhe në Bashkinë e Tiranës. Në mbrojtjen e tij në seancën në kushtetuese, Veliaj u shpreh se po përballet me një proces të padrejtë dhe me një situatë që sipas tij përbën shkelje të drejtave themelore dhe të vullnetit të qytetarëve. Betejja ime vjen pas një sage të gjatë dhe zhgënjyese. Jam rrëmbyer nga zyra, ku më kanë zgjedhur qytetarët dhe jam mbyllur në një regjim burgosjeje më të rëndë se vrasësit serial. Sot ka më shumë policë rreth vetes se sa avokat, tha Veliaj. Ai shtoi se periudha e fundit ka qenë e mbushur me shkeljet të drejtave të tij dhe me një fushat denigrimi ndaj figurës së tij. Jam zgjedhur 3 herë radhazi nga qytetarët e Tiranës. Kjo që po ndodh është një përçmim ndaj votës, ndaj gjës më të shtrenjtë që ka demokracia. Është një përçmim ndaj forcës që kanë qytetarët për të zgjedhur, deklaroi ai. Veliaj theksoi se para gjykatës nuk ndodhej për të mbrojtur veten, por për të mbrojtur, siç tha ai, demokracinë që sot po vihet në sprov. Nuk jam këtu të mbroj veten sepse nuk kam kryer asnjë shkelje. Jam këtu me respektin për të kërkuar një gjë. A mund ta mbrojmë bashkë demokracinë? Ky nuk është mandati im personal, por një beslidhje publike që më kanë dhënë qytetarët e Tiranës me vullnetin e tyre të lirë. Kjo beslidhje është nderi i jetës sime dhe do ta mbroj deri në fund, u shpreh ai. Veliaj theksoi se askush nuk ka të drejtë ndërpres mandatin një të zgjedhuri para afatit, përveç se rasteve ku provohen shkelje të rënda të ligjit. E komentoj si një vendim të gjykatësve që në këtë rast zbaton ligjin. Por këtë e komentoj gjithashtu si një dhuratë që Edi Rama, që nuk njeh asnjë lloj ligji dhe morali, i bëri pa dashje kundërshtarit tij kryesor brenda në parti, Erjon Velis. Sepse e trajtoi atë, siç e tha, si serial killer në qeli, e trajtoi në atë shkallë sa detyrosha unë, një njeriu që s'duhet t'ja dëgjoj emrin, detyrosha t'i dilja Zot për të drejtat themelore që ka njeriu. E trajtoi në atë mënyrë, siç e tha ai vet, si serial killer në burg. E trajtoi në atë mënyrë që shkeli Konventin Europiane të Drejtave të Njeriut, Kushtetutën dhe çdo lloj standardi të qëndrimit të një shteti ndaj të burgosurve. Dhe me këto ai i dha Erjon Velis avantazhin e sotme. De facto nuk ka moral se Haram Begaj edhe Edi Rama janë të palosur, që të dy janë të rrëzuar me këtë vendim.